Selam aleikum, paqja qoftë mbi juve. Uroj të jeni mirë dhe Allahu ju ashtoft mbarësitë dhe sigurisht shëndetin përpara mbi çdo gjë tjetër. Para disa ditësh isha në një bisedë me bashortin dhe në fakt ram në një konkluzion që shpesh herë njeriu ka të kuriozitetin për ditur nëse ka jashtëtoksor apo njerëz apo krijesa të tjera jashtë kësaj bote, por në fakt në fund të fundit ne jemi jashtëtoksorët. Si jemi ne jashtëtoksorët? Nëse kafshët janë pikërisht ato që janë të krijuar për këtë tokë dhe në fakt po t'i shohësh me vëmendje, janë pjesë e kësaj toke, marrin, domethënë përpunojnë e bëjnë këtë tokë ku ne jetojmë më prodhuese dhe kanë një lidhje me tokën. Ndërsa njeriu në tokë për shembull më shumë ka lidhje që merr nga toka, merr nga kjo jetë toksore. Domethënë ne përfitojmë nga kjo tokë me të mirat e dhe gjithë gjërat që ka toka. Ne nuk jemi toksor, ne kemi ardhur në tokë sepse njeriu është krijuar për të qenë pjesë e parajsës. Do të thënë është krijuar për parajsën, nuk është krijuar për këtë tokë, por u zhvendosi siç ndodhi pastaj me ardhjen e Adamit dhe Evës që erdhën në tokë, siç dihet dhe historia. Kështu që njeriu është krijuar për parajsën, por përfundoi në tokë. Kështu që tamam, ne jemi si jashtëtoksor. Kështu që ne nuk kemi ardhur me tokën, domethënë, nuk jemi krijuar. Ne jemi krijuar për të qëndruar në parajsë dhe kështu që i bie të jemi jashtë kësaj toke. Kështu që mos përpiqemi shumë të mendojmë për jashtëtoksorët, sepse ne jemi jashtëtoksorët që kemi mbritur në tokë. Kështu që kjo është një pjesë që doja ta cekja sepse shpeshherë përpiqemi të mendojmë për gjërat që janë të pamundura për të menduar apo për të mendojmë që ndoshta nuk kemi krijesa dhe vetme në këtë univers, por që në fakt ne jemi krijuar për parajsën dhe pikërisht atje do shkojmë. Sipas sigurisht veprave edhe sipas caktimit që na ka dhënë Allahu. Përpara disa ditësh po shihja një video që m'doli në Instagram dhe kishte të bënte, domethënë, me pjesën e arrogancës njerëzore apo të dikujt që shfaqet shumë fetar, por në vërtet nuk është dhe aq fetar. Dhe ishte një episod ku ishte një e ftuar në një fest dhe po gjykonte një femër po gjykonte një femër tjetër për mënyrën e të veshurit të saj dhe kjo i quante veten që ishte shumë fetare, ndërkohë që po gjykonte. Duhet kemi parasysh që në momentin që ne gjykojmë dhe hamencojmë, dhe hamencimi është haram në Islam, dhe në momentin që ne hamencojmë dhe gjykojmë dikë tjetër, harrojmë domethënë që arroganca vet është diçka që s'duhet bërë në Islam dhe harrojmë që shfaqemi dashuri pa dashje arrogant, por në këtë rast, në këtë histori, ajo shfaqje arrogante në të njëjtën kohë tregonte se sa më krahasoi se sa më fetare ishte vetëm nëpërmjet gjykimit. Sigurisht ajo grua mund të ishte veshur në atë mënyrë dhe ishte me saj dhe Allahut, por edhe mënyra e thashëthemeve prapa shpinës së asaj, kjo është një gjë që nuk lejohet në Islam dhe kjo në atë formë ajo po i jepte të gjithë veprat e saj të mira, po ja jepte asaj gruas që ishte duke sharë ose ofenduar në atë momente. Kështu që keni parasysh në momentin që përpiqeni të gjykoni dikë tjetër duke ofenduar, duke mos ditur, duke hamencuar personin tjetër, thjesht duke e gjykuar nga pamja jashtme, pa i parë zemrën sigurisht, pa i parë gjërat që ajo mund të bëjë,
Keni parasysh që çdo vepër që ju bëni i kalon personit tjetër. Sado që ju të luteni, sado që ju të tregoni se sa fetar jeni etj. Në momentin që ju bullizoni apo merrni në përgojë dikë tjetër duke shpifur, duke përgojuar, domethënë keni parasysh që gjithë këto veprat tuaja të mira i kalojnë personit tjetër. Kështu që në ato momente zemra e saj fetarie ishte mbushur me arrogancë, pavarësisht se personi tjetër mund të ishte veshur gabim apo etj. Askush nuk ka të drejtë të hamencojë në Islam apo të gjykojë dikë tjetër. Dhe këtu marr shkas edhe nga një shprehje, nga diçka që Bilal Asad është një sheh i nderuar që unë e ndjek shumë dhe më pëlqen mënyra se si ai flet në lidhje me Islamin, dhe Bilal Asad ka thënë që është ndaluar për një musliman që të gjykojë qëllimin e një muslimani tjetër. Në askush nuk mund ta di qëllimin që një person tjetër ka në zemër. Pse? Sepse askush nuk ka akses tek zemra e dikujt tjetër. Dhe nëse ne përpiqemi të hamencojmë zemrën e dikujt tjetër, atëherë i bie që të kemi atë njohurinë e të panjohurës. Dhe njohurinë e të panjohurës, asaj që ne nuk e shohim, e ka vetëm Allahu. Kështu që nuk duhet të hamencojmë, sepse shpesh herë ndodh dhe harrojmë që vetëm nga diçka e vogël ne të gjithë veprat tona të mira ja kalojmë personit tjetër dhe veprat e tij të këqija na kalojnë neve. Kështu që duhet të mendojmë që nuk ka rëndësi se sa sipërfaqësor je ti në bazë të Islamit, edhe unë apo dikush tjetër nuk mundemi ta tregojmë veten perfekt. Por keni parasysh se si njerëz, se po e them shumë keni parasysh, për më del në mënyrë natyrale, duhet dim që nuk është mirë të hamencojmë. Okej, njerëz jemi, na ndodh shpeshherë, sidomos kur kemi padrejtësira e gjëra të tjera, na ndodh, por duhet të pendohemi menjëherë, sepse në momentin që ne fillojmë, dhe edhe unë në momentin që u bëra muslimane, mundova, me thënë dashje pa dashje, të mësoj shumë gjëra dhe disa gjëra sigurisht nëse e ke atë pjesën që mund të falësh, nëse e ke atë intuitën për t'i kuptuar gjërat dhe sidomos për të mësuar se si të pendohesh, jo se do mësosh teorikisht si të pendohesh, sepse pendesa vjen natyralisht, por nëse ke aftësinë për të logjikuar dhe për të qenë emocionalisht i fortë, ne njerëz jemi, normalisht gabojmë, por në ato çastet kur ne mendojmë ose mbi mendojmë, duhet mendojmë që ndoshta dikujt diçka i kemi bërë gabim apo kemi bërë mëkat duke hamencuar. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë, kushdo mund të shfaqet musliman në sipërfaqe, por në momentin që dikush hamencon mbi personin tjetër, pa patur fakte, edhe unë e kam mësuar këtë gjë dhe përpiqem që edhe dashje pa dashje të mos ndikohem, dhe shpeshherë nëse mund të bëj ndonjë gabim të tillë, përpiqem që ta mësoj veten të mos, pavarësisht asaj irritimit që mund kem në moment, apo padrejtësisë, duhet të kemi parasysh të mos hamencojmë, sepse ose për shembull në momentin që ne urojmë tjetrit diçka në të zëm negative, pa na bërë tjetri asnjë gjë, Allahu ta sjell mbrapsht në forma të ndryshme. Kështu që çdo kush në këtë botë ka një test, dhe testi është në forma të ndryshme, dhe ka shumë nga ata që thonë apo se ti ke qenë kështu përpara Islamit, apo bëre ti, apo pse e hiqesh se kur je muslimane, sepse ne ta zëm ta dim të shkuarën. Është një histori që është thënë që një prostitut po ushqente, domethënë i dha ujë një mace dhe vetëm për këtë veprim shkojnë parajs.
Ndërkohë një tjetër që e ngordhi nga uria macen, pavarësisht se ishte shumë fetare, shkoi në ferr. Prandaj qëllimet e njerëzve ne nuk i dim dhe nuk jemi në zemrën e askujt, por sigurisht nuk jemi as perfekt. Njeriu gabon, kontrollohet shpesh nga emocionet negative apo nga ato përshpërimet e djallit, por zgjedhja është vetëm e jotja për të ditur si të veprosh dhe sigurisht nëse ke frikën Allahut.